Që kam ju thonë, përderisa e pa djenë Shqipëri, u mblodhen 27 lider evropian për ta ngritur pozicionin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare në një summit historik. Na, si duket, kemi mbetur që të mblidhemi në kuvend dhe të luajmë kuka fshehtas. Gjendja po bëhet e padurueshme. Unë mendoj që është momenti edhe opozita, edhe mediat, edhe shoqëria civile, edhe qytetarët të gjithë ta ngrisin zërin, sepse heshtja jonë e përgjithshme do thotë pjesëmarrje në faj. Shteti i Kosovës nuk e ka luksin që toleroj edhe më tutje një stagnim të tillë, i cili e ka ngulfat Kosovën në çdo aspekt, qoftë zhvillimin ekonomik, qoftë në marrëdhëniet ndërkombëtare ose në arenën ndërkombëtare. Kosova nuk flitet kun mirë për ta, vetëm keq e zi. Prandaj kjo gjendje duhet marrë fund një herë për gjithmonë. Nuk na ka borxh Kosova, ne si politikan të sillemi në këtë formë edhe në këtë mënyrë. Dhe kur e tham këtë, normal, e tham për partinë e cila ka marrë shumicën e besimit qytetar. Qytetarët e Republikës Kosovës nuk e meritojnë këtë trajtim nga një njeri të cilit i kam besu njëherë 51%, tani mbi 40%, dhe ai të sillet në këtë formë. Ju po jetoni këtu, po i shehni çmimet çdo ditë duke u rritur, pagat janë në çdo nivel, shtrejtimi i rrymës po vazhdon, abuzimi me institucionet e vendit po vazhdon, për çdo ditë nuk ke pse del në rrugë prej makinave me targa zyrtare, të cilët shpesh herë ta mbushin mendjen se janë duke bërë gara në rrugë. Bordet i kanë mbush me militant partijak dhe kanë arrit në shkallën më të lartë të degradimit të shtetit Republikën, ose në këtë rast Republikës Kosovës. Prandaj, konsideroj që këtij durimi ose kësaj tolerance duhet i vi fundi dhe duhet ndryshohen hapat tutje. Ky është qëndrimi im personal dhe unë vazhdoj të besoj që shumë më e rëndësishme është Kosova se sa Albulena Haxhiu. I bëj thirrje Albulena Haxhiu të reflektoj dhe mos ta lejoj veten që të abuzohet deri në këtë pikë nga një njeri i cili është i etur për pushtet. Në një vend demokratik, pushteti, marrja e pushtetit konsiderohet shërbim ndaj qytetarëve, në një vend të së drejtës, siç kanë proklamuar këta. Dhe jo ta kap shtetin dhe ta abuzojnë deri në këtë frymë edhe deri në këtë moskë. Po për formën e votimit, a keni ende qëndrim? Tani, unë thash edhe një herë, unë sot jap qëndrimet personale, Partia Demokratike i ka bërë qëndrimet e qarta dhe ju e dini. Nuk mundemi ne me u sill qysh i konvenon një njeriu i cili nuk ka as vizion, nuk ka as plan, nuk ka as ide se si qeveriset me vendin. E pat 6 vjet pothuajse pushtetin dhe shihni se ku e ka pru Kosovën. Sot veç nalu pyetni veten, pyetni qytetar, shihni statistikat, ku është Kosova sot? Në raport me qytetarët e Republikës Kosovës, në raport me Shqipërinë, në raport me Evropën, edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po të ishte një kandidat tjetër, do ta votoni zonja Galimeta? Besoj që i kemi bërë qarta qëndrimet tona lidhje me këtë. Asnjë kandidat, ishte qëndrimi i kryetarit partisë edhe i Partisë Demokratike, asnjë kandidat i cili ka qenë në qeverinë Kurti 2 nuk do ta merr votën e Partisë Demokratike të Kosovës.